Se nuk kupton, sot ishin 100 deputet në sallë, me 51 deputet kanë mujtë me miratu. Pas 51 kanë mujtë me bosë sot me votu. Me 51 sot ta di qytetarët kanë mujtë me kalu lista. As 51 si kanë. Na do të vim tek momenti i kryetarit kuvendit, por kjo njëherë kjo çështje kushtetuese dhe ligjore duhet sqarohet, edhe vim tek kryetari kuvendit, vim tek kryeministri pastaj, edhe unë besoj që të dyja këto do t'i kalojmë pa mundësinë që vetëndosa me bë votat. Po, kur? Në çfarë afati, zoti Gruda? Unë besoj që... S'ka afat? S'ka përcaktim të afatit kohë? Jo, kjo do t'i kalohet për shkak se ne kemi në rregullore që do të mbledhemi çdo 48 tetor. Unë besoj që do të vjen një moment që pushteti reflekton dhe i hap rrugë certifikimit. Çka nëse nuk ndodh? Unë mendoj që përgjegjësia është e atyre që po e bllokojnë procesin. Nuk mundesh me më thonë mu sot, shkon komision ose PDK-s voton në seancë diçka që jo ligjore. Pra ju e keni përfundimtar atë që nuk votoni? Nuk e votojmë kështu në këtë formë. Do të gjendet një zgjidhje që të shmanget shkelja ligjore. Nëse gjendet zgjidhja, unë do të isha njëri i parë që do të kisha kënaqësinë me votu për betimin e deputetit, për miratim raporti dhe betim deputet, dhe me fillu puna masandej në themelimin e institucioneve të Kosovës. Por, ju si që shini, këta duan të imbajnë dy pozitat, ndërkohë që qeveria e Kosovës ka harru qytetarët e Kosovës që moti do mos merren me allë qytetarët e Kosovës, merren me numra gjithë ditën që me boni qeveri 3, rrymen e kanë shtrejtu 16% para një jave. Po, në fund. Edhe allët e qytetarëve nuk janë kërkuar në agjendë dite. Çfarë, po kur bëhet qeveria dhe kur zgjedhet kryetari i kuvendit, gjithçka reduktohet numra, zoti Gruda. Po, prandaj ju pyeta më herët, thash, ndoshta ja keni dhënë mundësinë atyre që ndoshta ata si kanë numrat, e ju ja keni dhënë atë mundësi që pastaj ju akuzojnë ju e thoni se ju po bllokoni. Ne ata do ta kenë mundësinë e vet. Kushtetuta ju jap mundësinë e vet. Ata janë fitues relativ të këtyre zgjedhjeve, do ta kenë herën e parë mundësinë me zgjedh qeverinë e Kosovës. Nëse nuk arrin me zgjedh, herën e dytë i takon Partisë Demokratike. Partia Demokratike është duke punuar që të krijojë shumicën bashkë me parti tjera që kanë qenë në opozit, edhe kryeministri i Kosovës të jetë Bedri Hamza, mas pari munal kjo praktik antiligjore. Bedri Hamza ka lënë, si thash, detyrën e deputetit për me respektu ligjen dhe kushtetutën, edhe për mu kthy tek temat që kanë lidhje me mirëqenien e qytetarëve të Kosovës, ato që kanë qenë programi jonë gjatë zgjedhjeve. Zoti Axhiu tha dhe herën e dytë do duhet të jepet partisë fituese, nëse se bën herën e dytë partia fituese do të shkohet në zgjedhje. Zgjedhje të reja. A jeni ju për zgjedhje të reja? Ky është interpretimi më arkaik që mundesh me dëgju. Kushtetuta është e qartë. Gjykimi i qartë, herën e dytë takon partisë së dytë. Ky është një vijim të atyre interpretimeve. Tan diskrecion të presidentes, presidenti mund të vlerësojë që është partia jo, absolutisht i takon partisë së dytë. Në zgjedhje kur do që dojnë cila do parti PDK-ja gati me shku, po qytetarët e Kosovës... Jeni gati për shkuan zgjedhje? Po, nuk e kemi atë problem. A do të ishte mirë në interes qytetarëve të shkuan zgjedhje? Nuk mendoj që është interes i qytetarëve këtë moment, po PDK-ja është gati, sepse PDK-ja është forcë e madhe politike, që edhe pas zgjedhjeve ka tregu që e mbron këtë shtet edhe një rendin dhe ligjit. Siç janë njojmë na drejtën VV-s për herën e parë, ato do duhet ta njinin drejtën që domethënë obligimin që ja jap ligji për me liru detyrat prej ekzekutivit. Edhe duhet kalojmë në faza tjera. PDK-ja zgjedhjeve nuk i friksohet, por mendojmë që interesi i qytetarëve të Kosovës është kushtrim le të them 2 minuta. Është interesi i qytetarëve të Kosovës të kenë një qeveri të re. Qeverisja bërë mbi 4 vjeçare, lëvizje vetëndosje ka krijuar një percepcion në popullat që në këtë vend është e pamundur me realizu projekte, që në këtë vend është e pamundur me kriju mirëqenie, me rrit rroga, me rrit pensione, me ndodh investime kapitale. Ne duam që përmes qeverisë të dhejshën nga Bedri Hamza dhe platformës tonë deri në formimin e kësaj qeverie, me tregu që në këtë vend është e mundur, me themelu një qeveri që njerëzit ja u rrit rrogat, ja u rrit pensionet, nuk lejon rryma me shku në shifra as të larta çmime